Publikimi I listave të veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës prej vitësh ka sjellë reagime diskutime të shumta. Madje shumë prej tyre janë shoqëruar edhe me skandale jo vetëm për numrin e pasakt të veteranëve, por edhe për përfshirjen e personave të shumt për të cilët shumë shpesh është argumentuar se nuk kanë qenë pjesë e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për këtë problematikë edhe mediumi ynë shumë shpesh ka raportuar duke u përpjekur të prezantojë kontributin e drejtë të ushtarëve të vërtet të luftës së UÇK-s. Një nga raportimet e fundit ishte edhe rasti I djeshëm kur një qytetar I arrestuar në Serbi deklaroi se ishte veteran I UÇK-s, por nga organizata e veteranëve të UÇK-s në zonën e Hasit e mohuan një gjë të tillë. Na kena pas disa raste tillura në Has. Ka qenë edhe vitin e kaluar, po I njëjti rast, I cili është arrestuar në status, të cilën edhe mua më kanë akuzuar goxha shumë njerëz se unë po spekuloj se X personi që bot fjalë vitin e kaluar që liru, gëzon status. Kështu që na kishim pasqyrë në organizatë që ekziston, e ka një status, çuçi ka marrë, për dim edhe na krejt, për këty në farë seksera e grupo jo të ndershme. Po, unë jam në kontakt me familjarët e tine. Fryerja e listave të veteranëve është kundërshtuar jo rrallë edhe nga komisionet dhe përfaqësuesit të zonave të ndryshme luftarake. Sipas raportimeve të pavarura, shpesh pas luftës janë krijuar lista me veteran që nuk kanë marrë pjesë në betejat për liri, por kanë krijuar lidhje familjare ose politike që u mundsuan njohjen si veteran. Kjo situatë viteve të fundit po vlerësohet si problem në vete, jo vetëm për integritetin moral të statusit veteran, por edhe për buxhetin publik për ndarjen reale të ndihmave dhe pensioneve. Kujtojmë se Kosova ka përfunduar luftën para 26 viteve, përderisa ende rritet vazhdimisht numri I veteranëve të UÇK-s. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në tetor 2025 numri I përgjithshëm I veteranëve të UÇK-s që kanë përfituar nga skemat sociale ka arritur në 37.094, përderisa një vit më parë, në tetor të vitit 2024, ka qenë 36.929.